Sheva shkruan për e lexoj të plot pyetjen e tij. Adelin, jam një adhurues i madh i yti dhe shpresoj që të mos më dalë shpirti pa të parë në duet me Unikatilin. Pra, kjo do të ishte pyetja. A do të bashkëpunoj Adelina Ismaili me Unikatilin për hir të adhuruesve, sepse sipas sondazheve në internet kanë kërkuar një bashkëpunim të tillë. Përgjigja? Mua më pëlqej përgëzime Albanit për sinqeritetin, mos më dalë shpirti, ishte e bukur ajo. Okej, Viktorin, Unikatilin e një që nga fëmijëria dhe definitivisht të përgëzoj shumë për karrierën e tij fantastike. Dueti me të radhët ishte vërtet diçka shumë e bukur, edhe gëzon që edhe fansat mendojnë njëjtë, edhe sondazhet tregojnë njëjtë. Por fakti që ai jeton edhe pranë në Amerikë, kurse unë aktualisht jam më shumë në Europë, na krijon shumë vështirësi, është thjesht punë lartësie dhe angazhime të mëdha që i ka Viktori në anën e vet, unë në anën time. But never say never, thonë. Ndoshta antarë më vërtet nuk di si të përgjigjem këtë pyetje. Nuk di, nuk guxoj të them që momentanisht nuk ka asgjë konkrete për shkak të largësisë edhe impenjimeve të shumta. Sidoqoftë nuk thoni jo. Në asnjë mënyrë, jo, do të ishte dueti me Unikatilin për mua do të ishte një diçka fantastike. Prandaj i themi Albanit le të mos zhgënjehet. Ne themi Albanit që në asnjë mënyrë ta mbaj shpirtin sa të mundet, sepse gjithmonë ekziston